Programi për ndryshimin e gjendjes son. Hapa praktike për ndryshimin e gjendjes son. Formoni një grup pune serioz për të mësuar siç duhet edhe me themel 5 shtyllat. Ndërkohë që mësoni, praktikoni atë që e mësoni. Kur t'i përvetësoni ato, atëherë kaloni tek rregullat e martesës, shitblerjes dhe pjesë të tjera me rëndësi të ligjit të shenjtë. Kryeni një studim sistematik të gjuhës arabe, veçanërisht shkencës së Tejvidit. Studioni të paktën një prej teksteve tradicionale të shkencës së pastrimit të zemrës dhe praktikoni ushtrimet që jepen për pastrimin e papastërtive të zemrës. Të gjitha këto duhet mundësisht të bëhen me ndihmën e një mësuesi të aftë dhe të autorizuar nga dietarët e mirënjohur për ta bërë këtë. Në mungesë të tij, atëherë formoni një grup studimor, ngritur mbi përulësinë edhe kini zotësinë të thoni nuk e di kur është e nevojshme. Krijoni një program aktiv, dave, kompozuar për të qenë rezultativ. Afrohuni te komuniteti jo musliman përmes mësimdhënies, punës vullnetare dhe të ushqyerit, bamirësive. Zotoni që të paktën 5 njerëz të përqafojnë Islamin përmes jush viti në vazhdim dhe dyfishoheni këtë çdo vit më pas. Në qoftë se ekzistojnë organizata të cilat merren me këtë, mos e rishpikni mekanizmin. Për shembull, nëse jeni student, ka tashmë shumë grupe studentësh musliman që mund t'i përkrahni në qoftë se janë të angazhuar me dave. Nëse nuk janë të angazhuar me dave, atëherë bëhuni katalizator për të filluar diçka. Gjeni një sferë interesi që ju ngacmon mendjen dhe filloni punën për të larguar pengesat që ju dalin në arritjen e ndryshimit që doni të bëni në atë sferë. Një e fuqinë e njëshit. Është numri i Allahut, edhe çdo përpjekje njerëzore e mirë në këtë botë ishin si fillim qëllimi dhe veprimi që buruan prej ëndrrës së një individi. Kur ka angazhim me sinqeritet, krijimi, bota, lëviz për t'i shërbyer qëllimit tuaj. E mos harroni, veprat janë sipas qëllimeve. Ndryshoni veten ndërsa ndryshoni botën. Mos prisni derisa të ndryshoni vetë për të ndryshuar atë që ju rrethon, por mos harroni dhe shpirtin tuaj dhe nevojën e tij të përhershme e të vazhdueshme për purifikim, pastrim. Ndryshoni ato pjesë të harruara të lëna pasdore në vetvetet tuaja dhe zotoni për përmirësim të vazhdueshëm ndërkohë që punoni dhe për të ndryshuar botën. Xhihadi më i vogël dhe më i madh nuk janë reciprocikisht përjashtues. Mos harroni, xhihadi më i madh është të flasësh të vërtetën përpara autoriteteve të padrejta. Kjo duhet përfshi edhe autoritetin e padrejtë të vetes tënde kur nuk i bindet Allahut. Kujtojeni dhe qortojeni atë derisa të nënshtrohet. Xhihadi më i madh është përpjekja për të ndryshuar dhe pastruar shpirtin tuaj, dhe ai më i vogël është mundimi dhe përpjekja për të sjellë mirësi dhe drejtësi në botë. Nëse sfera juaj e interesit është edukimi, atëherë punoni aty. Ose fusha juaj e interesit mund të jetë ambienti, mjekësia, të rinj, ekonomia, agrikultura, varfëria apo mbrojtja e të shtypurve. Kiheni në mendje që askush nuk mund të merret siç duhet me të gjitha këto për një herësh apo brenda kësaj jete. Ky din, fe, është bazuar në njohjen e aftësive të besimtarëve që përbëjnë ummetin dhe të lehtësuarit për ta përdorimin e aftësive që kanë. Kuptoni se nëse dikush fokusohet në një fushë të interesit ndryshe nga ajo e juaja, ai ose ajo është duke e plotësuar punën tuaj, edhe nuk po e lë mangut duke mos ju bashkuar juve. Ka shumë rrugë për tek Allahu dhe ai udhëzon nëpër ato rrugë ata që përpiqen me veten për hir të tij. Mos i shihni muslimanët e tjerë, qoftë individ apo grupe të organizuara, si kundërshtar apo konkurrues. Më mirë shihini ata si vëllezër dhe ose punoni me ta, ose punoni të ndarë, po me marrëdhënie miqësore, më e pakta prej të cilave është përshëndetja me një buzëqeshje. Flisni mirë për organizatat e tjera ose heshni. Mbani në mend se të gjithë po përpiqeni për të njëjtin qëllim. Nëse disa duken ose janë të drejtuar gabimisht, atëherë lutuni për ta. Nëse kanë pikpamje ose besime devijuese, atëherë kërkoni prej studiuesve të vërtet që t'ju sqarojnë me prova të qarta se çfarë dhe pse janë ato devijime. Për të bërë këtë,
Një studiues i vërtet nuk duhet përdor opinionet e tij, por ato të dietarëve të udhëzuar në të vërtetën e traditës tonë, që janë të njohur prej dietarëve të kaluar. Mendimet e rralla të një apo dy dietarëve që nuk pajtohen me shumicën e dietarëve të tjerë mbi një çështje, nuk duhet përdoren me justifikimin e mospërçarjes, edhe pse mendimet e tyre mund të jenë të vlefshme. Nëse mes dietarëve tanë ka mendime të ndryshme për një çështje, atëherë lëreni atë për hir të bashkimit, edhe mos debatoni apo kundërshtoni mbi atë. Por nëse vërtet konsensusi është i gabuar, atëherë bëjani të ditur atyre me sinqeritet dhe urtësi. Kini parasysh se Musa a.s. u urdhërua të shkojë tek faraoni dhe folini atij me fjalë të buta dhe të ëmbla. Mbani mend se ju nuk jeni më të drejtë se Musa a.s. dhe vëllai juaj nuk është më i humbur se faraoni. Ibn Abasi u dërgua nga Imam Aliu radiallahu anhu tek Havarijët dhe ja arriti të kthejë në rrugë të drejtë mira prej tyre përmes provave të qarta. Mos i shihni vëllezërit tuaj si armiq, kushdo qofshin ata. Nëse janë musliman, kanë shenjtërinë e Islamit dhe emri i tyre duhet nderuar. Mos i lejoni muslimanët që të përgojojnë muslimanët e tjerë me emër. Nëse dëshirojnë të tregojnë edhe qartësojnë devijime, le ta bëjnë siç bënte i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, duke thënë: çfarë kanë këta njerëz që bëjnë këtë e atë? Mos u merrni me debate që kanë bërë bujë për më se 1000 vjet, si për shembull diferencat mes sunnive dhe shive. Nuk ka përfitime prej kësaj, vetëm lëndime. Më njanoni thirrjen e grupeve apo njerëzve me emrin si Selefi, Safi, Vehabi e tjerë, pasi kjo ndjell armiqësi. Ti thërrasësh njerëzit me nofka është dënuar prej Kuranit, nëse qëllimi është përbuzja. Nëse është për të sqaruar një pozicion, atëherë shikoni qëllimin edhe nivelin tuaj të kuptimit. Shumë prej nesh, sidoqoftë nuk janë të zotë, të debatojnë me cilin do autoritet. Imam Ragib el-Isbahani ka thënë: debati është i urryer për dietarët dhe ata që janë afër Allahut. Atëherë ç'mund të thuhet për argumentimin e të paedukuarve dhe budallëve? Konsiderojini fjalët e Allahut, thën profetit të tij. Diskuto me ta në mënyrën më të mirë. Pra, ai nuk e lejoi të debatonte pa e përcaktuar se do të bëhej me dashamirësi. Për më tepër Allahu e përshkroi atë si një njeri me zemër të madhe dhe nënçmoi debatin, grindjen me fjalën e tij. Ata ta sollën ty këtë shembull vetëm për kundërthënie. Dhe në një ajet tjetër thuhet: dhe nga mesi i njerëzve është edhe ai që dyshon e kundërshton për sa i takon Allahut me padije, pa udhëzim e pa libër që ti ndriçoj të zbritur nga Allahu. Si përfundim, vëri veshin këshillës së Allahut. Nëse ju ishini ata të cilët diskutojnë me padituri për shenjat tona, atëherë largohu prej tyre. Imam Maliku ka thënë: debatimi me grindje nuk është prej dinit, prej fesë tonë. Rrënjose karakterin e mirë në praktik dhe i sjellshëm me musliman apo qoftë edhe me jo musliman. Daveja më efektive është karakteri i mirë. Mbani lidhje familjare të mira dhe falini të metat e të afërmve tuaj për hir të Allahut me shpresë se ai do u afal të metat tuaja duke qenë se ju po e bëni për hir të tij. Trajtojeni bashortet tuaja në mënyrë të përsosur. Në këtë fe një burr gjykohet prej mënyrës se sa mirë e trajton gruan dhe fëmijët e tij. Profeti alayhis salam ka thënë: më të mirët ndër ju janë më të mirët për familjet e tyre. Nëse ju jeni një bashorte, trajtojeni burrin tuaj me respekt dhe vullnet të shtruar dhe kuptoni se xhihadi i një gruaje është familja e saj. E nëse ajo i përgjigjet siç duhet, tek Allahu ka shpërblimin e një luftëtari që lufton për hir të Allahut. Kërkojini Allahut çdo ditë t'ju pastroj zemrat me anë të lutjes së profetit, transmetuar prej Imam Ahmedit, dhe kryeni lutjen e purifikimit prej shirku të fshet 3 herë në mëngjes e 3 herë në mbrëmje. Dhuroni një pjesë të pasurisë tuaj mbi zekatin që jepni.
Angazhoni financiarisht në ndonjë çështje islame dhe mbështeteni atë rregullisht. Gjithashtu përpiquni të mbështesni cilindo organizatë të vlefshme që kërkon ndihmën tuaj. Lexoni Kuranin si të tërë, të paktën 2 herë në vit, të paktën 1 herë gjatë Ramazanit dhe 1 herë gjatë vitit që mbetet. Përpiquni ta lexoni atë duke medituar të paktën 1 herë në vit. Lexoni suret Yasin, Mulk dhe Wakia për ditë. Nëse keni mundësi, mbarojeni Kuranin çdo 40 ditë dhe çdo muaj apo çdo 7 ditë. Angazhoni për të mësuar përmendësh një pjesë të tij çdo ditë dhe bashkoni me të 40 hadithet e Imam Neveviut. Gjithashtu lexoni kopshtet e të drejtëve të paktën 1 herë në vit. Mos nxirrni vetë rregulla qoftë prej Kuranit apo hadithit derisa të keni plotësuar kushtet paraprake për të qenë muxhdehid apo të keni lexuar çka kanë thënë dietarët për një hadith apo ajet të caktuar. Qëndroni gjithmonë kokulur në prezencën e librit të shenjtë edhe sunnetit dhe mbani në zemrën tuaj 3 urdhëresa kuranore. Kërkojini Allahut mbrojtje prej shejtanit përpara se të lexoni ndonjë pjesë të tij. Mos jini të nxituar në të kuptuarit tuaj në prezencë të Allahut, librit të tij dhe profetit të tij, sunnetit. Pyesni njerëzit e ditur nëse nuk e dini. Angazhohuni në praktikimin e vazhdueshëm të përkujtimit të Allahut. Minimumi duhet të përfshijë një pjesë të Kuranit çdo ditë dhe lutjet e thënjet e profetit alayhis salam, të cilat i thonte në mëngjes e mbrëmje. Ka shumë versione të këtyre lutjeve duke përfshirë Wird të Imam El Haddad, Wadhifa të Sidi Ahmed Zaruk, Wird të Imam Neveviut, Wadhifa të Shehid Hasan El Bena. Të gjitha janë marrë prej lutjeve të vërtetuara të profetit alayhis salam dhe ka edhe të tjera si to, por këto janë disa prej më të njohurave dhe më të arritura. Mësoni lutjet e profetit alayhis salam mbi punët e përditshme dhe jini të kujdesshëm në praktikimin e tyre. Përkujtimi i Allahut, dhikri, ka një efekt të madh mbi zemrën dhe nuk duhet nënvlerësuar, por duhet kryer rregullisht, qoftë edhe në sasi të vogla. Pak, por e vazhdueshme është më e mirë se sa shumë, por pa vazhdimsi. Ndjekja e sunetit është emërtuesi ynë i përbashkët më i vogël. Nëse dëshirojmë që të mbledhim ose të bashkojmë fraksione, duhet të pranojmë emërtuesin e vogël të përbashkët. Kadi Ebu Bekër ka thënë: ngarkojeni veten tuaj me lutjet dhe dhikrin në kohët e vendet përkatëse të tyre, e t'ju dëgjohet zëri vetëm në lidhje me këto gjëra. Mos shkoni pas dhikrit që nuk ka bazë të fortë. Në të vërtetë, nëse shejtani nuk mund t'ju heqë prej përkujtimit të Allahut, atëherë ai do të mundohet t'ju bëjë juve që të përdorni formula, të cilat janë në risi dhe nuk kanë bazë. Lëreni një pjesë të natës ose të paktën pas namazit të mëngjesit, sabahut, për Zotin tuaj si shtesë për t'i treguar mirënjohje. Kujtoni fjalët e profetit alayhis salam: a nuk duhet të jem një shërbëtor mirënjohës? Mësoni rregullat e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja përpara se të përpiqeni ta bëni këtë, pasi mund të mos i kuptoni të gjitha gjërat në një situatë të caktuar. Shmangni gjykimin edhe kritikimin e njerëzve dhe mbillni në zemrat tuaja mëshirë e ndjeshmëri ndaj krijimit të Allahut. Kiheni gjithnjë parasysh traditën e Isës në Muvata të Imam Malikut që thot: Malik më tha mua, Yahya bin Yahya, se kishte dëgjuar se Isa ibn Mejrem thonte: mos u ulni në ndonjë grumbullim pa përmendur Allahun, pasi do t'ju ashpërsohen zemrat. Një zemër e ashpër është larg prej Allahut, por ju nuk e dini. Mos shihni veprat e këqija të tjerëve sikur të ishit zotër, por shihni veprat tuaja të këqija sikur të jeni skllëvër. Disa njerëz janë të vrerosur me vepra të këqija, e disa të tjerë janë të ruajtur prej tyre. Tregoni mëshirë për ata që janë të vrerosur dhe falenderoni Allahun për mbrojtjen e tij. Lutuni për ditë për vëllezërit e motrat tuaja të pikëlluara kudo në botë, veçanërisht për gratë dhe fëmijët tanë të pambrojtur, dhe që Allahut na jap nga prania e tij një mbrojtës që është fitimtar. Kujdesuni për trupin tuaj.
Profeti alayhis salam ka thënë: "Vërtet trupi juaj ka të drejtën e vet mbi ju. Ushtrohuni rregullisht dhe largoni ushqimin e dëmshëm prej dietës tuaj. Muslimanët janë dëshmitar për mbar botën në çdo gjë. Burrat duhet të mësojnë një art marcial. Pastërtia është karakteristike e Islamit. Jini të pastër si brenda ashtu edhe jashtë, domethënë fizikisht e shpirtërisht. Mbani shtëpinë të pastër si brenda dhe jashtë." Profeti alayhis salam ka thënë: "Pastroni oborret tuaja." Imam Ibn Qayyim në mjekësia e profetit ka thënë se ajo çfarë ham ndikon në sjelljen tonë dhe se Allahu e ka ndaluar mishin e grabitçarëve dhe ngrënësve të fëlliqësirave ndër kafshët që të mos bëhemi si to. Ishni ushqimet e përpunuara nga dieta juaj. Bojkotoni markat e korporatave sa të mundeni. Ushqeni familjen tuaj në përgjithësi me ushqime jo gjenetikisht të modifikuara, përgatitur në shtëpi, duke përkujtuar Allahun edhe në pritje të shpërblimit prej tij. Bëni një angazhim serioz në dinin e Allahut dhe profetit të tij çdo ditë të jetës. Bëni që qëllimi i vetëm për ekzistencën tuaj të jetë ky din. Jo është arsyeja se jeni krijuar e nuk ka arsye tjetër. Njiheni këtë të vërtetë, edhe më pas bëhuni dëshmitar për tërë njerëzimin. Ta njohësh këtë kërkon orvatje të mëdha, por shpërblimi për të nuk është as më shumë e as më pak se udhëzim dhe fitore në këtë botë e falje e sukses në tjetrën. Angazhoni që të bëheni një burr apo grua me takva. Merrni seriozisht ushtrimet e dhëna për realizimin e takvas, si brenda ashtu edhe jashtë, dhe praktikojini ato çdo ditë të jetës derisa të vdisni dhe binduni se nëse e bëni, do të kënaqni Zotin tuaj. Ju do të bëheni ndriçues për veten dhe për të tjerët, dhe pikë synimi i tërë shenjave të mrekullueshme që Allahu ka lënë tek ju, jeta, aftësitë, dëshira, të folurit, të parët, të dëgjuarit edhe të diturit do të realizohen. Dhe a nuk po shikoni në vetet tuaja? Shfrytëzojeni kohën, mos e lejoni vjedhsin të marrë këtë dhuratë të çmuar të kohës prej jush. Çdo moment është i paçmueshëm dhe nëse kalon një herë, nuk mund të zëvendësohet. Largoni prej jetës tuaj vjedhsin më të madh të kohës të epokës tonë, televizionin dhe internetin. Përdoreni telefonin për nevoja dhe biseda të shkurtra. Kuptoni se jeta juaj është si ora me rër, e çdo grim cërëre që bie ju ofron një moment më shumë në takimin e pashmangshëm me Allahun. Reflektimi mbi vdekjen në mënyrë serioze dhe të vazhdueshme është një prej katalizatorëve më të mëdhenj për ndryshim. Kur njerëzit e sëmurë rënd kuptojnë se po vdesin, kalojnë përmes një transformimi të thellë, e bëjnë paqe me shumë prej njerëzve që kishin konflikte apo nuk kishin marrëdhënie të mira kur ishin mirë. Kuptoni se jeni shumë i sëmurë, jeni i burgosur i kohës në pritje për vdekjen dhe vetëm po pret për xhelatin, të cilin ne e quajmë ëngjëlli i vdekjes, që papritmas do të thërras. Ne nuk jemi gjë tjetër vetëm se të vdekur që ecim. Përkujto hadithin e dëgjuar, konsiderojeni veten tuaj si banues të varrezave. Anullimi i dënimit me vdekje nuk është i mundur në këtë botë, por në tjetrën. Kështu që silluni në mënyrë më të mirë pasi anullimi bëhet vetëm për të dënuarit shembullor. Profeti alayhis salam ka thënë: "Kjo botë është si një burg për besimtarin dhe një parajse rreme për jo besimtarin. Shërbejeni Zotit tuaj, më pas se respektoni prindrit dhe trajtojeni të gjithë muslimanët si vëllezër e motra dhe të paqëndrueshmit e udhëtarët." Bëuni dikush për të cilin profeti alayhis salam do t'ishte krenar në ditën kur atij i është dhënë liva el hamd, flamuri i lavdërimeve. Asnjëherë mos i rregulloni gjërat vetëm se në përsosmëri. Me të vërtetë, Allahu është me mirë punuesit. Takvaja, përkufizimi dhe dobit e saj. Sidi Abdul Wahid ibn Ashir e përkufizon takvan duke thënë: "Takva do thotë që ti shmangesh të ndaluarave dhe të zbatosh urdhresat e brendshme dhe të jashtme. Me këtë arrihet ajo." Imami i madh El Gjurgjani në libri i përkufizimeve të tij e përkufizon kështu: "Nga ana gjuhësore, do më thënë të shmangësh, me fjalë të tjera të marrësh masa paraprake. Sipas dietarëve të vërtetë,
është të mbrosh vetveten prej dënimit të Allahut, duke ju bindur atij, të ruash veten prej dënimit të Allahut, si pasojë qoftë e lënies së një vepre të mirë apo kryerjes së një të keqe. Ajo çka nënkuptohet në bindjen e dikujt është sinqeriteti. Ibn Ashir thotë, pra, aspektet e saj janë 4, dhe këto janë rrugët e dobishme për rrugtarët. Sipas tij, 4 rrugët e dobishme janë: përmbushja e obligimeve të jashtme, përmbushja e obligimeve të brendshme, të mënjanuarit e ndalesave të jashtme, të mënjanuarit e ndalesave të brendshme. Pra, rrugëtari i rrugës së purifikimit dhe suksesit është dikush i vendosur për t'i kryer këto 4 çështje, të cilat përfshin 8 gjëra: zemrën dhe 7 rrugët e brendshme për tek zemra, të cilat i ka shumica e njerëzimit: gjuha, syt, veshët, stomaku, organet gjinitale, duart, këmbët. Një qenie njerëzore është përgjegjëse për secilën prej tyre, e nëse ai ose ajo është vigjilent për to, i ruan ato, atëherë ai ajo është në rrugën e dur për të arritur takva. Sipas Imam Ibn Gjuzaj el-Kalbi, ka 4 stacione: takva e mosbesimit, takva e poshtërsive, takva e të keqes më të vogël, takva e gjërave të lejuara, takva e të tjerëve veç Allahut. Çdo besimtar është në periudhën në stacionin e parë të takvas, por mbrojtja e Allahut shtohet me kalimin në stacionet e tjera. Duke qenë se shumica e umetit është vetëm në ndalesën e parë apo të dytë, të gjithë ne po e vuajmë. Nëse do të kemi një numër të madh besimtarësh që të angazhohen për të kaluar në nivelin e 3 apo të 4, atëherë do të shohim përfitimet e takvas siç premtohet në Kur'an. Dobishmëritë e takvas, dobishmëritë e saj janë të panumërta, dhe siç duket, shumë të tjera janë të fshehura për njerëzimin. Allahu i di më së miri tërë dobitë e saj, por disa janë përmendur në Kur'an e më pikantet janë ato më poshtë. Drejtimi i pasardhësve, Allahu thotë: babai i tyre ka qenë njëri i mirë dhe ne dëshiruam të mirën për ta. Në një ajet tjetër, sipas interpretimeve, ata që kanë lënë pas vetes pasardhës të paaft për të cilët kanë frikë, le t'ja kenë frikën, le të kenë takva Allahun, begati që vinë nga sipër e nga poshtë. Allahu thotë: e sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin besuar dhe të kishin takva, ne do t'i begatonim nga qielli dhe toka. Furnizim prej Allahut edhe rrugdalje prej situatave të vështira. Allahu thotë: e cili do që ka takva, atij Allahu do t'i sjellë të mira, nga nuk e kujton fare. Shpëtim: ne i shpëtuam ata që na besuan neve dhe që patën frikë Allahun, kishin takva. Prezenca hynore e mbrojtjes Allahut. Allahu thotë: padyshim se Allahu është me ata që janë të devotshëm, kanë takva, dhe me ata që janë bamirës. Fitore: kush e respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, i ka frikën Allahut, ka takva dhe i përmbahet udhëzimit të tij, të tillët janë ata që do të arrijnë atë që dëshirojnë. Fitore: ky din, fe, është rregullues, edhe askush nuk do të përpiqet ta zotërojë të tërin vetëm kur ai din ta pushtojë atë. Ndihmoni njëri tjetrin në të mira dhe të mbara. Takva: e mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate e armiqësi. Merreni atë seriozisht dhe jo lehtësisht. Shprehini atyre dëshirën tuaj të thellë për të përmirësuar vetveten, e nëse ata janë besimtar të mirë, do të duan të bashkohen me ju. Fillimisht, ju mund të tronditeni kur të zbuloni se nuk do t'jete lehtë të thyesh zakonet e këqija formuar në vite, por bëhuni të sigurt se ju mundeni. Allahu nuk na jep sprova që nuk mund t'i përballojmë dot. Ne mund t'i mposhtim këto veti të këqija dhe tendenca shkatërrimtare. E ka shumë burra e gra të mëdhenj të së kaluarës dhe ditëve tona, që e kanë bërë ose janë në rrugën e bërjes, prej të cilëve duhet të përfitojmë kurajo dhe fort. Pasi ta keni zotruar vërtet ushtrimin e parë, atëherë jini të kujdesshëm ta ruani atë. E vazhdoni për tek rrugica tjetër, më e vështirë. Mundet për disa për shembull të jenë syt e për disa veshët. Ndiqni ushtrimin derisa të jeni gati për të vazhduar në tjetrin. Në asnjë mënyrë nuk duhet të injoroni gjashtë të tjerat, ndërsa merreni me njërin.
jemi urdhëruar prej Allahut që t'i ruajmë gjithmonë të gjitha gjymtyrët tona, por në mënyrë që të mos hutoheni, merrini një nga një. Do të shihni se duke u fokusuar tek një, do të bëheni edhe më vigjilent për të tjerët, pasi shumë prej atyre që bëjmë gabim vjen prej pavëmendshmërisë tonë, e cili do ushtrim ka si qëllim që të na bëjë më të kujdesshëm për secilin veprim toni nëpërmjet fokusimit një nga një. Do t'i shihni menjëherë rezultatet, inshallah, por mos u emociononi shumë prej progresit që do të bëni. Kini parasysh se shejtani tani më po përgatitet për një kundërsul më të fuqishëm. Ai do të punojë mbi zemrën tuaj. Do të mundohet t'ju fusë krye lartësinë për arritjet që keni. Do të mundohet t'ju bëjë të mendoni se jeni më përpara të tjerëve në përpjekjet me vetveten. Do t'ju vinë në vesh për shpërimat e tij, por mos i dëgjoni. Shiheni këdo si më të mirë se ju. Mos e ngrini veten më sipër se kushdo në këtë krijim. Nëse e bëni këtë, atëherë shejtani do të mundohet më pas t'ju bëjë të ndjeheni i kënaqur, që të tregoheni i thjesht, modest. Përsëri mos e dëgjoni. Kjo është një rrugë me shumë gracka. Shejtani e ka bërë një betim dhe betimi i tij është: Iblisi tha, për shkak se më humbe mua, unë do t'u zë prit atyre në rrugën tënde të drejtë. Pastaj unë do t'u sillem atyre nga para, nga mbrapa, nga ana e djathtë dhe nga e majta e tyre. E ti nuk do ta gjesh mirënjohës shumicën e tyre. Nuk thot se ai do të na sulmojë nga lart apo poshtë, por sekreti i kësaj është se shpallja hyjnore dhe e vërteta vjen nga lart, dhe nëpërmjet përulësisë duke u nënshtruar e duke vënë kokat tona në sejdë, ne i hapim zemrat udhëzimit nga lart. Allahu nuk ja ka dhënë shejtanit autoritetin e udhëzimit të dërguarve apo shërbëtorëve besnik të tij që ndjekin atë udhëzim. Tashmë jeni futur në udhëtimin heroik dhe suksesi vjen prej Allahut e jo prej atyre që bëni. Ju duhet ta shihni atë si sukses shpirtëror prej Allahut, e kjo do thotë që duhet të shtoni falenderimin tuaj. Ai nuk mund të arrihet pa përpjekjet tuaja, por nuk janë përpjekjet tuaja që e realizojnë atë. Njiheni këtë paradoks dhe nënshtrojuni atij. Mbajini syt tek rruga, ndjejeni prezencën e vdekjes, e dijeni se konsideroheni prej njerëzve kryesor të asaj rruge, dhe nëse vdisni përpara se t'i arrini ato. Prandaj ne lutemi dhe më bëj mua që të bashkohem me të mirët. Allahu na bëft prej njerëzve të takvas. Ai bashkoft zemrat e këtij ummeti në dashurinë për të dhe të dërguarin e tij. Ai na uzoft për tek rruga e takvas, e na dhënë kurajon dhe suksesin e të qenit mes udhëtarëve të saj. Ai bëft që të dalin prej nesh njerëz që urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë nga e keqja prej dashurisë e jo urrëties, prej dëshirës për t'u afruar me Zotin e tyre, e jo prej inatit në zemrat e tyre. Ai largoft liksin dhe armiqsin prej zemrave të besimtarve. E lutja jone fundit është: falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të gjithë botrave. Zemra dhe trajtimi i saj, sipas Kadie Ebu Bekr ibn el Arabi, lehtësimi i veprimeve bazuar në dije të vërtetë. Veprimi ka dy forma: veprimi i zemrës, veprimi i gjymtyrëve. Për sa i përket zemrës, kemi dy çështje: besimi dhe sinqeriteti, ose ihlas. Besimi i shëndosh arrihet duke larguar të gjitha çështjet e dyshimta prej zemrës. Kjo është e lehtë me ndihmën e Allahut dhe dhuratë prej tij. E shumë e kanë arritur këtë në çdo epokë të Islamit. Sinqeriteti ose ihlas. Sinqeriteti i zemrës në veprimet që kryejnë gjymtyrët për Allahun është shumë i vështirë, dhe i gjithë krijimi ngriu kur dëgjoi fjalët e Allahut, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër vetëm që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj tij. Gjithashtu Allahu thot: vini re. A nuk është vetëm dini, feja e Allahut, dini, besimi i sinqert? Hulus, do më thënë pastërti. Arabët thonë leben halis, që do thot qumështi i lirë pa pastërti. Ky është qumështi i sapo dal nga mielja e lopës, para se të bëhet i papastër nga kontakti me ndonjë gjë. Papastërtia e zemrës prishet prej veprave të këqija e mund të pastrohet përsëri me anë të teubes, pendimit. Prandaj ihlas është një pjesë e rëndësishme e dinit, fesë, ashtu sikur imoraliteti
është një rënje e rrëmbyer për në veprat e këqija. Dietarët e zemrave kanë rënditur të gjitha aspektet e mrekullive të zemrës. Do t'i përmend ato të cilat do të lehtësojnë rrugën për tek pastërtia dhe të afrojnë në rrugën e përpjekjes me shpirtin. Për më tepër, do t'ju sqaroj ato gjëra të cilat të drejtojnë në ato që qëllimet tuaja të çlirohen prej çdo pasigurie që bëjnë që veprat të jenë për të tjerë veç Allahut. Shembulli i atij që kryen diçka për dikë tjetër veç Allahut është si ai që pagoi një shërbëtor nga vetja e tij dhe i tha: "Kjo është banesa, e kjo është puna ime, prandaj bëj gjithçka për hirin tim." E pavarësisht nga kjo, shërbëtori punoi për dikë tjetër. Më thoni pra, kush do të ishte i kënaqur në atë situatë? Si mundet pra që ne t'i kryejm veprat tona e të heqim prej tyre hisën tonë? Nëse për shembull kemi hedhur parfum, mos thoni kjo është për mua dhe për familjen time. Më mirë thoni, kjo është për ëngjëjt e Zotit tim dhe në zbatim të sunetit profetit tim. Ngjashëm, ushqimi nuk duhet të jetë vetëm për kënaqësi, por duhet kemi për qëllim edhe fuqizimin e trupit që ta adhurojmë më mirë Allahun. Hadithi më poshtëm thekson rëndësinë e patjes si qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut në veprat tona. Njerëzit e parë që do të gjykohen në ditën e rëndësishme janë një njeri që ka rënë shehid, dëshmor, sillet para prezencës synore e i tregojnë të mirat që kishte pasur. Ai i pranon ato e më pas pyetet: "Çfarë bëre ti me tërë këto të mira që të kemi dhënë?" Ai përgjigjet: "Luftova për hirin tënd dhe rash shehid." Allahu i lartësuar do t'i thotë: "Gënjen, ti luftove që të quhesh e trim. E kjo është thënë për ty, pra ti e ke marrë shpërblimin tënd." Më pas urdhërohet që ai të hidhet në zjarr. Më pas dikush që studionte Kuranin dhe ja mësonte të tjerëve, do të cillet përpara prezencës synore, do t'i tregohen të mirat. Ai i pranon ato edhe më pas pyetet se çfarë bëri me to. Ai përgjigjet: "Unë studiova diturinë dhe e transmetova atë, dhe lexova Kur'an për hirin tënd." Atij i thuhet: "Gënjen, më saktë, ti dëshiroje të të quanin të ditur. E kjo thuaj për ty." E më pas urdhërohet ta hedhin në zjarr. E të reqin me fytyrë zvarr dhe e shtyn për atje. Të njëjtat gjëra thuhen edhe për njerëzit bujar në fund të hadithit. Arritja e sinqeritetit. Një prej gjërave më me përfitim që do t'ju ndihmojnë në arritjen e sinqeritetit edhe largimin e dyshimeve prej qëllimeve tuaja është çiltërsia, sinqeriteti. Duhet të kuptoni se do të pyeteni për njohuritë tuaja në këtë jetë dhe tjetrën. Nëse dështoni në të kuptuarin e varfërimit të brendshëm tuaj dhe kontrastin me shfaqjen e jashtme, atëherë do t'jeni të përbuzur dhe do të përçmoni vetë shpirtin tuaj ashtu siç tregohet në hadithin më sipër. Hapi i parë drejt sinqeritetit të zemrës është ruajturit e gjuhës prej gënjeshtrave. Dijeni se gjuha është ajo që shfaq gjendjen tuaj të brendshme. Ajo shpreh njohuritë dhe punën tuaj. Ajo ka vetëm një veti fisnike, sinqeritetin, thënien e të vërtetave. Megjithatë, ajo ka më se 20 veti shkatërrimtare, por burimet e tyre janë vetëm 4. Nëse jeni të aftë që ti mposhtni këto të 4-ta, atëherë të tjerat do të bien vetë. 4 burimet e vetive shkatërruese të gjuhës. Të gënyerit. Të gënyerit është haram, përveç se në 3 situata: të pajtuarit mes njerëzve, strategji ushtarake, premtimi i bërë ndaj fëmijës së vogël. Sidoqoftë edhe në këto raste lejimi duhet bërë përmes hileve dhe dredhive e jo gënjeshtrave haptazi, përveç se nëse pala tjetër ju a kupton këtë dredhi. Në këtë rast mund të gënjehet haptazi me gjuhë, por duhet mohuar me zemër. Theksoj se kjo është vetëm në ato raste kur kihet frikë për veten, pasurinë apo ngjashëm edhe për të tjerët. Vërtet në ndonjë situatë të tillë gënjeshtra mund të jetë obligim i domosdoshëm. Për shembull, nëse një tiran po përndjek një njeri të drejtë, atëherë duhet që tirani të gënjehet haptazi duke e çuar në rrugë të gabuar në ndjekjen e tij. Kjo pasi të gënyerit nuk është ndaluar në vetvete, po për dëmin që nënkupton ai. Pra nëse e vërteta sjell dëm më të madh, atëherë preferohet të gënjesh. Për këtë arsye, doktrina e kaderive, se Zoti është i mirë për hir të vet dhe e keqja është e keqe për hir të vet, konsiderohet e gabuar. Për më tepër, përdorimi i intelektit në fakt është dije. Për shembull, një vrasje e bërë prej një agresori dhe një të tillë të ndodhur në përputhje me ligjin hyjnor, duken njësoj në formën e jashtme dhe në karakteristika.
Dëshmia për këtë është se dikush që nuk e di se çka ndodhur, nuk do të përcaktonte dot nëse ishte aksident apo një vrasje. Përgojimi ose gibeti. Përgojimi ndalohet qoftë prej Kuranit edhe Sunnetit, edhe prej konsensusit të dietarëve. Ajo përkufizohet si përmendja e dikujt në një mënyrë që do e mërziste atë nëse do ta dëgjonte. E kjo i përgjigjet edhe kur thuat vërtetën për të. Nëse nuk e thuat vërtetën, atëherë kjo konsiderohet si shpifje. Shpifja përfshin si përgojimin edhe gënjeshtrën së bashku, prandaj është gjuna më i madh. To vese në fakt mund të fshin veprat e mira. Allahu thotë: a mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vllajt të vet të vdekur? Atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi i Allahut, se Allahu është mëshirues, ai e pranon pendimin. Ngjashëm me këtë, ju duhet të urreni përgojimin, sepse në të vërtetë ai është kafshat në emrin dhe karakterin e mirë të dikujt. E kjo është shumë më keq se një kafshat prej mishit të tij apo ngjashëm me të. Në këtë ajet, Allahu e ka krahasuar mos prezencën e dikujt me një të vdekur. I vdekuri nuk është prezent, edhe nuk mund ta mbrojë veten, ashtu sikur dhe ai për të cilin po flitet dhe nuk është aty. Për më tepër, kafshimi i diçkaje e lëndon atë. Në mënyrë të ngjashme të folurit për dikë në mënyrë të keqe, i sjell lëndim atij. Një poet thotë: plaga e gojës nuk ndryshon nga ajo e dorës. Përgojimi lejohet vetëm në këto rrethana. A nuk është përgojim vënia në dukje një të keqeje të dikujt, një poshtërsi prej më të këqijave? Pra evitoni përgojimin përveç se udhëzimeve të përfshira në një rresht prej të mëdhenjve. Tirania, kërkimi i ndihmës, fetvave, paralajmërimeve. Përmendja e atyre që përhapin të këqija, në prezencë të autoriteteve për të larguar një padrejtësi. Kur kërkoni ndihmë prej të tjerëve për të ndaluar apo ndryshuar një tiranë prej të këqijave të tij, në prezencë të myftiut, bazuar në vërejtjen që bëri Hindi para profetit, për t'i lajmëruar të tjerët në lidhje me martesën, tregtinë, fqinjtë e shoqërinë. Kur dikush përmend dikë me nofkën e tij, si për shembull kur njihet si i pikëlluari, megjithatë nëse bëhet për ta ulur atë, atëherë është haram. Nëse jo, përsëri më mirë ta therrasësh me tjetër emër. Kur përmenden në risit, nëse dikush njihet për risit, bëhet fjalë për risi në fe, haptazi apo thërret për tek ajo fshehurazi, atëherë mund të përmendet në mënyrë që t'i paralajmërosh të tjerët. Përmendja e të këqijave të dikujt që i bën haptazi ato poshtërsi, sidoqoftë ndalohet të shtosh gjëra të cilat nuk dihen prej të tjerëve mbi të. Argumentimi sipas interesit. Mira është të argumentosh diçka duke përdorur sofizma, arsyetime të shtrëmbëra, duke ditur se është e gabuar apo të mbrosh një risi si të vërtet, qëllimisht. Novatori, biddatçiu, përdor ajete në ndihmë të argumentimit të tij në mënyrë që të paraqesë atë që është e pavërtet si të vërtet. Profeti ka thënë: debati në Kur'an është mosbesim. Është mosbesim pasi i mjafton një njeriu që ta besojë vetëm për vete risin si të vërtet. Po kur kërkon që t'ja mvesh Allahut atë, kur tenton të argumentoj me ajete, atëherë gabimi nuk i falet. Ai qartazi e ka kaluar cakun. Gjeste qesharake në situata serioze. Bërja qesharake e gjërave serioze është një formë e marrjes me gjëra me të cilat nuk e lidhje. Në të vërtetë, prej cilësive më të mira të Islamit është largimi prej tyre. Profeti ka thënë: prej bukurisë së Islamit tek dikush është largimi prej atyre që nuk ka lidhje, nuk i përkasin. Kadi Ebu Bekër ka thënë: njëherë dëgjova Imam Tartushin të thonte: Shakaxhiu, Karagjozi, është një budalla arrogant, pasi Allahu na ka treguar një dialog mes Beni Izrailve dhe Musait, kur Allahu tha: a bën tallje me ne? Ai tha: unë i mbështetem Allahut që të më ruaj e të mos bëhem nga ignorantët. Kadiu thot: mua më duket se nëse përgjigje i përket një lënie të dinit fes, atëherë është ignorancë, por nëse i përket ndonjë fushe tjetër, atëherë është vetëm e folur. Rregulli i saj është rregulli i saj dhe karakteristikat i përkufizohen prej asaj që përmban. Nëse i keni pastruar zemrat nga tjetër kush, veç Allahut edhe gjuhën prej të këqijave të lartë përmendura, atëherë keni hedhur themelet forta për mbrojtjen hyjnore. Ndalesa tjetër e udhëtimit tuaj drejt sinqeritetit duhet të jetë shqetësimi mbi pjesën e mbetur të veprimeve tuaja të përgjegjshme.
Për sa i përket këtyre, duhet keni mendje në këto dy gjëra themelore: 5 bazat e dinit, fes, apo ndryshe 5 shtyllat e Islamit. Të keni kujdes në mënjanimin e të këqijave. Allahu thot qartazi: nëse largoheni prej mëkateve të mëdha, të cilat u janë të ndalueshme, ne do t'ju shlyejmë mëkatet e vogla. Askush nuk i di me siguri të këqijat e veta përveç Allahut. Vërtet, ai ka vulosur ato si gjëra të ndaluara. Megjithatë, disa prej zotruesve të diturisë i kanë renditur e klasifikuar ato për ne. Ato janë 17 në numër. Largimi prej këtyre bën akoma më të lehtë largimin prej gjunaheve të tjera më të vogla. Ngjashëm me këtë, gjunahet e vogla që bëni do t'ju largohen me anë të faljes, abdesit, haxhit e umres që kryeni. Profeti ka thënë: 5 faljet, xhumaja deri në xhuma i pastrojnë gjunahet e vogla për sa kohë që mënjanoni të këqijat e mëdha. Ky është një hadith i qartë i cili na tregon se gabimet na hiqen nëse mënjanojmë të këqijat e mëdha. Por pyetja që ngrihet është: a na i largon falja gabimet ndërkohë që ne kryejmë të këqija? Apo ky fakt që kryejmë të këqija na pengon nga mundësia e pastrimit prej gabimeve të vogla? Nga kuptimi i hadithit kuptohet e para, por kjo kërkon prova të mëtejshme. Prandaj ne po kalojmë edhe në burime të tjera mbi këtë çështje si hadithi në vijim. Nëse një besimtar merr vudu, abdes, kur lan fytyrën, gjunahet që ka bërë me sytë e tij duke parë gjëra të ndaluara, largohen bashkë me ujin, e kur lan duart, gjunahet i largohen me ujin apo pikën e fundit të tij. Kur lan këmbët, atëherë gjunahet që ka marrë duke ecur aty ku nuk duhej, i largohen derisa mbetet i pastër prej tyre. Renditja e të këqijave. 4 prej tyre kanë lidhje me zemrën: shirku, vazhdimësia në të këqija, madje edhe të vogla, dëshpërimi, ndjenja e sigurisë prej Allahut, të mos pasurit frikë. 4 prej tyre lidhen me gjuhën: dëshmia e rreme, akuzimi të tjerëve për imoralitet, tradhti bashkëshortore, zhytja në përbetime, të fshehurit, të shtirurit. 3 prej tyre lidhen me stomakun: përvecimi i alkoolit apo drogave, konsumimi i pasurisë së jetimit, jetesa nëpërmjet kamatës, fajdeve. 2 prej tyre lidhen me organet gjinitale, imoraliteti, kurvëria, perversiteti. 2 prej tyre lidhen me duart, vrasja, vjedhja. 1 prej tyre lidhet me këmbët, largimi prej betejës, dhe 1 prej tyre lidhet me tërë trupin, dhe 1 prej tyre lidhet me tërë trupin. Mungesa e respektit birëror në ana e fëmijës për prindin. Dikush mund ta shohë nga një aspekt tjetër, ai mënjanimi të gjithë padrejtësive që kanë lidhje me shërbyesit e Allahut, pasi janë të këqija e shpesh të pamundshme për korrigjim. Por sa i përket asaj që mbetet mes jush e Allahut, kjo është më pak e dëmshme për të tjerët dhe më e lehtë të korrigjohet. Më shumë rekomandime për të arritur sinqeritetin. Një praktikë e shkëlqyer do të ishte leximi i Kuranit duke medituar. Nëse nuk mund të meditoni, atëherë të paktën thjesht lexojeni atë. Megjithëse në anekdotën e mëposhtme duket qartë diferenca mes të dyjave. Një mbret i dërgon një letër guvernatorëve të tij. Në të urdhëron që të fortifikojnë fortesat e tyre, të ruajnë kufitë e mbretërisë, të jenë të drejtë me vartësit, të gjykojnë barabartë mes tyre, të japin kujdo të drejtën e vet, e të kenë kujdes për të gjitha çështjet e tjera në lidhje me qeverisjen. Kur guvernatorëve u arrin letra, kemi 2 përgjigje. Disa e marrin me respekt e nderim të madh, e lexojnë dhe e kuptojnë mirë atë dhe bëhen gati t'i zbatojnë urdhrat e tij. Të tjerët e presin me respekt e nderim, e vënë në krye të punëve për t'u bërë, por nuk e kuptojnë atë edhe nuk e zbatojnë. Le të imagjinojmë pak diferencën mes 2 grupeve kur të thirren përpara mbretit. Përveç leximit të Kuranit të shenjtë, angazhojeni veten edhe me lutjet e dhikrin e duhur në kohët dhe vendet e duhura, dhe përdorni vetëm tingujt për këto gjëra. Mos shkoni pas atij dhikri që nuk ka baza të forta. Vërtet, nëse shejtani nuk mund t'ju largojë prej përkujtimit të Allahut, do të përpiqet t'ju bëjë të përdorni gjëra të cilat janë risi dhe nuk kanë bazë. Nëse i ndiqni të gjitha këto gjëra, atëherë pasha Allahun, ai do t'i hap dyert e mëshirës së tij për ju. Prej gjuhës tuaj do të rrjedhë urtësi, dhe aftësia për t'ju bindur atij në ato që mbeten do të bëhet më e lehtë dhe e afërt për ju.
e ju do të quheni prej të mëdhenjve në mbretërinë e qiellit. Allahu na bëf prej atyre që kërkojnë dije dhe urtësi, dhe që e interesojmë veten me librin e Allahut, dhe respektojmë atë çka ai përmban, e transmetojmë atë, dhe bëjmë që edhe të tjerët ta kuptojnë atë, sepse më të mirët ndër ju janë ata që e mësojnë Kur'anin dhe e transmetojnë atë tek të tjerët. Ushtrime për arritjen e takvas. Këto janë një sër ushtrimesh të bëra për të ndihmuar në arritjen e takvas, praktik përmes pasjes së vëmendjes në ruajtjen prej sulmeve të errta drejtuar zemrës. Përdorimi i këtyre teknikave u ndor për herë të parë nga Imam Zaid Shakir, Allahu ja shpërbleft, prej të cilit vjen edhe ushtrimi i parë, edhe pse pak i ndryshuar. Numri i ditëve për t'i kryer ushtrimet është 40, bazuar në ajetin e Kuranit, kur Allahu i premtoi Musës se do ta takoj pas 40 ditëve. Në komentin e tij, Imam Savi thotë se kjo ishte për shkak të shërbimit të plotë që shërbyesi mund t'i kryej Zotit të tij, edhe dhuratat që ky i fundit mund t'i jap atij përmbushen brenda 40 ditëve, bazuar në hadithin. Përmbushja e vigjilencës për kufi, ribat, është 40 ditë. Këto sulme janë kufinte e zemrës. E këto teknika kanë dalë të efektshme për shumë njerëz. Nëse kryen për hir të Allahut, atëherë do të përfitojë ai që i përdor për të arritur te takvaja. Ushtrimi i parë, ruajtja e faljes, namazit. Prej gjithë veprave që një musliman ose muslimane mund të bëjë në jetën e tij ose të saj, asnjëra prej tyre nuk është më e rëndësishme sesa 5 faljet e detyrueshme. Është shtylla qendrore që mban tërë strukturën e Islamit. Fillimi i Kuranit, pas Fatihas, hapet me përkufizimin e besimtarve. Ata të cilët e besojnë të fshetën, e kryejnë faljen, namazin dhe prej asaj që ne u kemi dhënë, ata japin zekatin, sadakan e tjerë. Pra falja është e dyta, pas vetë besimit në shprehjen e mirënjohjes që një besimtar i bën Zotit të vet për ndërgjegjshmërinë që i ka dhënë, dhuratën e jetës edhe të vetdijes. Hadithi Kutsi i transmetuar për Imam El Hakim, sipas Aishës, thotë: vërtet shërbyesi im ka një beslidhje me mua që unë premtoj ta përmbush nëse ai kryen faljet në kohët e përcaktuara. Atëherë unë premtoj që të mos e dënoj atë, dhe unë do ta fus në xhennet pa e marrë në llogari. Duke komentuar këtë hadith, Imam El Munavi thotë: përdorimi i nyjes përcaktuese në faljen na tregon se nënkuptohet e tërë falja që plotson shtyllën, sunnet, gjërat e këshilluara dhe tërë kushtet e tjera të faljes. Nuk ka dyshim se ai që e plotson këtë do të jetë besimtar i vërtet. Ai është dikush që i largohet të ndaluarave dhe i plotson obligimet. Ai angazhon shpirtin e tij në bindje ndaj Zotit të vet. Vërtet Allahu thot në librin e tij që ja shpalli robit të vet fisnik. Vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat. Kushdo që ndodhet në këtë gjendje e ka hak çlirimin prej ndëshkimit të Allahut dhe të futet në xhennet pa u marrë në llogari. E Allahu e di më së miri. Allahu thot në Kur'an: me të vërtet namazi është obligim i caktuar në kohë të veçanta për besimtarët. Gjithashtu ai thot: kërkoni ndihmë në të gjitha çështjet me durim dhe me namaz, sepse vërtet ajo është e madhe, por jo dhe për ata besimtarët që kanë frikë Zotin. Është një mendje hollësi geniale e Imam Malikut, i cili në pjesën e parë të Muwatta, madje edhe përpara pjesës së pastërtisë, flet për kohët e faljes. Janë kohët e faljes që e bëjnë obligim pastërtinë. Vërtimi i kohës së faljes është gjëja e parë që bëjmë kur zgjohemi në mëngjes dhe e fundit para se të bien të flejmë. E bëjmë edhe në mesin e ditës dhe në perëndimin e saj. Është një përkujtues i asaj që përse jemi këtu edhe ku do të shkojmë. Imam Maliku ka shkruar: kam dëgjuar prej Nafi ibn Umer se Umer bin El Hatabi i shkroi tërë guvernatorëve të tij në pikvështrimin tim çështja më e rëndësishme për ju është falja, namazi. Kushdo që e ruan dhe e zbaton atë korrektisht, ka ruajtur dinin, fenë e vet, ndërsa kush është neglizhent ndaj saj do të jetë dhe më shumë ndaj gjërave të tjera.
Këto këshilla janë prej atij që Iblisi i shmangej plotësisht. Kur Umeri nisej në një rrugë, Iblisi nisej në drejtim të kundërt me të. Falja është mburoja e besimtarit dhe lidhja e tij me Zotin. Falja është një shkencë dhe një art, i cili kërkon shumë vjet praktik serioze dhe të kujdesshme përpara se të arrish ta plotësosh vërtet. Gjëja e parë e rëndësishme është të mësosh format e saj. Kjo mund të bëhet duke studiuar një prej teksteve autentike të ndonjërs prej shkollave juridike të Islamit. Suni së bashku me një mësues të pajisur me leje për të dhënë atë pjesë të rregullave të fikut. Në kërkimin e një mësuesi, keni ndërmend fjalët e lëna nga Imam Tirmidhiu e të tjerë. Dietari i madh Ibn Sirini ka thënë: "Këto fjalë janë din, besim. Pra secili prej jush le të shikojë mirë se prej kujt e merr dinin e tij." Faza tjetër është patja kujdes e pastërtisë, abdes dhe gusul. Shmangja e urinës dhe çdo gjëje të papastër. Jo muslimanët janë fatkeqësisht shumë ignorant në këto çështje. E kjo është edhe burimi i shumë prej sëmundjeve të tyre mendore. Pjesa mbi papastërti duhet mësuar ashtu si pjesa mbi pastërtinë. Sipas dietarit edhe rigjallëruesit të madh të shekullit kaluar, Imam Muhammed Mevlud El Jakubi, rregullat e faljes duhen përsëritur çdo 6 muaj, në mënyrë që t'i kesh të freskëta. Si përfundim, le t'i vëmë veshin këshillës së dietarit madh maroken, Sheikh Abdul Rahman El Akhdari, i cili në librin e tij mbi faljen thotë: "Falja përmban një ndriçim shpirtëror të madh, i cili rrezaton në zemrat e atyre që vërtet falen, por kjo arrihet vetëm prej dikujt që e ka nënshtruar vërtet vetveten. Pra, kur vini për tek falja, zbrazeni zemrën prej peripecive të kësaj bote dhe kijeni mendjen për tek mjeshtri, Zoti për hir të cilit po faleni. Duhet të besoni thellësisht se falja juaj është në nështrim dhe për ulje për hir të Allahut. I madhëruar është ai, me anë të qëndrimit në këmbë, për kuljes dhe uljes me kokë në tokë, sejdë. Për më tepër është forma adhurimi dhe madhërimi për të duke thënë Allahu Ekber, Subhanallah dhe fjalë të tjera. Prandaj, ruajeni faljen pasi është vepra më e rëndësishme e adhurimit. Mos e lejoni shejtanin të luajë me zemrat tuaja, e ty të rregjë vëmendjen gjatë faljes deri aty sa ti qërroj sytë e zemrës edhe të mos përfitoni prej kënaqësisë së dritës shpirtërore të faljes. Prandaj jini të nënshtruar vazhdimisht gjatë saj. Kërkoni ndihmë prej Allahut, pasi ai është më i miri prej atyre që mund të kërkohet ndihmë. Ushtrimi për faljen zgjat 40 ditë. Përcaktoje ani vetes se për 40 ditë me radhë ju do të falni 5 vaktet në kohët e tyre, pa munguar asnjë, duke plotësuar kushtet, shtyllat, sunetet edhe këshillat mbi të. Nëse ndonjë nga faljet nuk është falur në kohën e vet, atëherë nisni 40 ditë nga fillimi. Ky ushtrim mund të kërkojë shumë vite për t'u plotësuar, por kjo është lufta e besimtarit, kështu që mos u dëshpëroni. Për burrat preferohet që kjo të bëhet në grup, por duke qenë se në perëndim shumë njerëz nuk jetojnë afër xhamive, mund të bëhet dhe ndryshe. Por nëse dikush mundet të paktën të kryej faljen e mbrëmjes dhe darkës, akshamin dhe yatsin, në xhami mund të quhet i kryer. Profeti ka thënë, nëse njerëzit do ta dinin se çfarë ka në faljen e përbashkët, do të shkonin dhe duke u zvarritur. Sahabët kanë thënë se nëse dikush nuk e kryente faljen rregullisht në xhami pa justifikim të vlefshëm, konsiderohej hipokrit. Një shenjë e sigurt hipokrizie është se kur vjen koha e faljes, ata tregohen dembele dhe e vonojnë deri afër fundit të kohës. Edhe nëse çohen për t'u falur, e bëjnë këtë pa dëshirë dhe me përtatësi. 3 faljet që kërkojnë vëmendje të posaçme janë fexh, sabah, asr, pasditja, zemra dhe magrib, mbrëmja, akshami. Disa njerëz e humbasin faljen e mëngjesit, sabahut, për shkak të përtatësisë apo aktivitetit të shumt në orët e vona. Është sunnet që pas faljes së darkës të rriqesh për t'u çlodhur dhe ka urtësi të madhe në këtë si në të gjithë sunnetin. Falja e asrit, zemrës i kindis, është falja e mesit, për të cilën Allahu na lajmëron në Kur'an kur thotë: vazhdoni rregullisht namazet, faljet, e veçanërisht atë namazin e mesëm. Sidoqoftë, Imam Malik, duke ndjekur traditën e Aliut edhe Ibn Abbasit,
e konsideron faljen e mëngjesit si të mesmen. Hadithi transmetuar tek Buhariu përmend fjalën asrit, zemrës si kindin, si namazin e mesëm, si të thuash, është si nata e fuqisë, e kadrit, është e fshehur brenda faljeve dhe prandaj duhet të jemi të kujdesshëm për të gjitha. Falja e mbrëmjes ka një kohë të shkurtër, ndërsa ajo e drekës dhe e darkës kanë kohë shumë më të gjatë edhe janë më elastike, sipas punëve që mund të ketë dikush nëse i nevojitet t'i shty pak. Nëse dikush nuk ja arrin në këtë ushtrim, atëherë duhet t'i jap vetes një farë dënimi për ta disiplinuar atë. Është më mirë gjithashtu ta bësh këtë bashkë me të tjerë si mënyrë e shijimit së bashku të mirësisë e takvas. Gjithashtu është e rëndësishme për një bashorte dhe fëmijët që kanë mbushur 7 vjeç që të falen bashkarisht, nëse nuk kemi një vend afër shtëpisë ku falja kryhet në grup. Kur dikush i ka kryer të 5 faljet me rregull, atëherë ja vlen t'i shtoj nga pak faljet shtesë, sunnet, e veçanërisht ato të natës. Falja natën vonë është një prej cilësive të njeriu të drejtë, sali, i cili gjithashtu quhet edhe veli, i dashur i Zotit. Për sa i përket faljeve të natës, Fudail ibn Iyad ka thënë se nëse dikush nuk mund ta bënte këtë, vinte si pasojë e veprave të këqija gjatë ditës. Allahu na bëft të denjë për të qëndruar përpara tij, në këtë botë dhe në tjetrën. Ushtrimi 2. Ruajtja e gjuhës. Kadi Ebu Bekër thotë, ruaje gjuhën tënde dhe mbroje nga të gënyerit dhe kupto se ajo shpesh shpreh gjendjen tënde të brendshme. Shpreh për ty dijen dhe veprimet e tua. Gjuha ka vetëm një cilësi fisnike, e ajo është të thënit e të vërtetës. Nga ana tjetër, ka më se 20 cilësi shkatërruese, por se burimi i tyre janë vetëm 4: të gënyerit, përgojimi, diskutimi, marrja me atë që nuk ju përket. Nëse mund t'i mposhni këto të 4-ta, atëherë të tjerat hiqen më me lehtësi. Në mënyrë që ne t'i largojmë këto cilësi që i çojnë njerëzit drejt humbjes, duhet mundohemi të përpiqemi shumë. Kjo më poshtë është një ushtrim i bërë për të ndihmuar në asgjësimin e këtyre vetive që janë bërë veset përditshme për shumicën e muslimanëve, që në fakt tek Allahu janë mëkate të mëdha. Vërtet njeriu lëshon fjalë pa i dhënë rëndësi, e prej tyre përfundon në xhehenem. Ky ushtrim përdor 3 shtylla për ndryshim. 1. Gjëja e parë që duhet bërë çdo ditë për 40 ditë rresht është largimi prej 4 cilësive shkatërruese të lartë përmendura. Çdo mëngjes bëni një angazhim, betim para Allahut. O Allah, unë nuk do të gënjej, përgojoj, debatoj apo të flas për gjëra që nuk më përkasin për gjatë gjithë ditës. Kjo është faza e kushtëzimit. 2. Për gjatë ditës kijeni mendjen dhe shënoni kohët kur nuk e përmbushni kushtin. Kjo është ruajtja e kushtit. 3. Në fund të ditës, llogaritni veprat tuaja. Kjo quhet muhasaba. Nëse ja keni dalë mban, atëherë thoni: O Allah, unë mund të them ndershmërisht se nuk kam kryer asnjë prej atyre të këqijave sot. Nga ana tjetër, nëse nuk e keni mbajtur zotimin tuaj, atëherë ktheuni nga fillimi dhe rifilloni, domethënë, nisni ditët nga fillimi. Kërkoni falje e fuqi në plotësimin e tij ditën tjetër. E jepni ndonjë bamirësi, agjëroni, apo merrni ndonjë mas tjetër si ndëshkim për disiplinimin e shpirtit tuaj. Kujtoni se jeta e përtejme varet shumë prej asaj nëse gjua juaj i është nënshtruar urdhrave të Allahut, prandaj duhet ta merrni seriozisht këtë. Bëjeni këtë praktik bashkë me vëllezërit e motrat, me të cilët kaloni kohë dhe inkurajoni njëri tjetrin të ruani gjuhët. Kjo kërkon shumë disiplinë dhe mundim, por keni ndërmend fjalët e Allahut, e ata të cilët luftuan për hirin tonë. Ne do t'i orientojmë në rrugë për tek ne, e nuk ka dyshim se Allahu është në krahun e besimtarve. Kjo praktik mund t'ju ndryshojë jetën edhe pikpamjet, e mund të ndihmojë në bashkimin e këtij ummeti, pasi shumë prej të lasheve tona, në mos të gjitha, na vinë prej pasojave të gjuhëve tona. Pasi ti keni kryer 40 ditë të plota, ju do ta keni ambientuar veten me drejtësi, e Allahu për përpjekjet tuaja
ju premton dy gjëra. Ai do ju a rregulloj punët në këtë botë. Ai do t'ju falë gjunahet në botën tjetër. Allahu thot: O ju besimtar, përmbajuni mësimeve të Allahut edhe thoni fjalë të drejta. Ai, Allahu, ju mundson të bëni vepra të mira dhe ai ju shlyen juve gjunahet tuaja. Kur ta keni përfunduar këtë ushtrim me sukses, ajo që ju mbetet është vetëm ruajtja e kujdesshme, në mënyrë që të mos e riktheheni në veset e mëparshme. Jini të vendosur edhe me të tjerët se ju nuk doni t'i dëgjoni më këto gjëra. Nëse kjo do të thotë të humbësh një shok i cili nuk dëshiron të ndryshojë bashkë me ju për të mirë, atëherë ashtu le të bëhet. Si përfundim, keni parasysh se edhe të shkruajturit futet në këto kategorie dhe interneti është i mbushur me gënjeshtra, përgojime, debate dhe marrja me gjëra të kota. Prandaj, futeni të shkruarit në zotimin tuaj gjithashtu. Ushtrimi 3. Ruajtja e syve. Allahu i madhëruar thot në Kuranin famlar: Thuaju edhe besimtarve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre. Dietarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me kuptimin dhe domethënien e këtij ajeti, por si rregull i përgjithshëm, ajo e cila nuk lejohet të shikohet është ajo që në ligjin e shenjtë përcaktohet si lakuriqësi, edhe pse jo të gjithë bien dakord në atë çfarë bën pjesë në lakuriqësi. Për shumicën e dietarëve, kjo përbën tërë trupin e femrës, me përjashtim të duarve dhe fytyrës, e ajo që është prej kërthizës deri në gjuhë tek burrat. Megjithatë, dietarët konsiderojnë se çdo gjë që shtyn në joshje seksuale është ndaluar të shihet. Për këtë arsye, trupi i një burri është ndaluar për t'u parë prej një gruaje. Jo me gjithë fytyrën nëse ajo tërhiqet prej saj. E ndaluar për burrat është të shikoj fytyrën dhe duart e një gruaje kur është e re dhe akoma në moshë për t'u dëshiruar nga burrat. Shikimi i parë nuk i shkruhet njeriut. Megjithatë, nëse vazhdon edhe nuk e heq shikimin, ose një i dytë ndodh, konsiderohet gabim i falshëm. Ibn Katan ka thënë: ka konsensus mes dietarëve se syri nuk është i lidhur me ndonjë të keqe të madhe, por ama është rruga më e shkurtër për tek shkatërrimi i zemrës. Prej gjërave që dikush duhet të ketë kujdes janë imazhet ndijore, të cilat kanë një influencë prishëse mbi zemrën. Shumë prej asaj që shfaqet në televizion dhe atyre që ndodhen për rreth nesh si stenda reklamuese apo imazhe janë të dëmshme për zemrat tona. Ushtrimi për sytë është të bësh një zotim me Allahun çdo mëngjes për 40 ditë, se nuk do të shihni asgjë haram. Gjatë ditës keni mendjen dhe mbajeni parasysh se mënjanimi i shikimeve të shpejta është element i kyç në ruajtjen e syve dhe si rrjedhim të zemrës. Me fjalë të tjera, ju do të shihni gjëra që janë haram, por llogariteni ditën të suksesshme. Nëse keni mënjanuar shikimin prej të ndaluarave, do me thënë, nuk vazhdoni me shikimin e dytë me radhë. Mbani shënim çdo ditë dhe kthehuni nga fillimi nëse nuk ja arrini. Përdorni masa ndëshkuese për ta disiplinuar veten. Ushtrimi 4. Ruajtja e veshëve. Allahu thot: me të vërtetë të dëgjuarit, të parët dhe zemra për të gjitha këto ka përgjegjësi. Gjithashtu në lidhje me besimtarët, ai Allahu thot: dhe kur dëgjojnë ndonjë llomotitje marrëzie, ata i kthejnë shpinën. Një hadith thot: ai që rri duke dëgjuar është një prej përgojuesve. Veshët, ashtu si edhe syt, janë të vështirë për të ruajtur, pasi nuk ka mbyllës natyral për veshët ashtu si që janë kapakët e syve. Për më tepër, nuk mund ta shmangni dëgjimin tuaj ashtu si shikimin. Imam Maliku ka thënë: mos ja vini veshin dikujt, zemra e të cilit është e devijuar, pasi nuk e dini se çfarë do të mbes në të. Veshi është një rrugë drejt për në zemër, e përmes domethënieve të saj hyn në arsyetim, kuptim. Ashtu si në ushtrimet e tjera, duhet të zotoheni që të largoni veset e këqija të veshit, e për këtë është ushtrimi në vijim. Angazhohuni që të mos dëgjoni asgjë të ndaluar. Largohuni prej bisedave të kota, e kjo është veti e besimtarve sipas Kuranit. Mos i dëgjoni gënjeshtrat, shpifjet, përgojimet, përqeshjet, ose gjëra të tjera të ndaluara për gjuhën. Nëse dikush fillon e flet keq për dikë,
ndro temë, e nëse ai nuk pranon, atëherë shpjegoj se çfarë po mundohesh të bësh dhe se ka shumë mundësi që ajo që po bëjnë është për gojim. Përsëri bëjeni ushtrimin për 40 ditë rresht. Nëse nuk e arrini, atëherë rifilloni ditët nga fillimi derisa të bëhen 40 ditë rresht. Në të gjitha ushtrimet, së pari e mbi të gjitha eliminoni haramin. Gjërat që janë mekruh apo mubah mund t'i largosh edhe më vonë. Nuk ka dënim për mekruh apo mubah. Kur t'i keni larguar me sukses haramet, atëherë filloni me mekruhet, e më pas, nëse keni qëllime shpirtërore të mëdha, filloni me mubahet. Në zotimin tuaj, përfshini edhe largimin nga dëgjimi i muzikës profane, laike, përdoreni kohën tuaj të lirë për të dëgjuar Kur'an, apo biseda që janë frytdhënëse, do me thënë, të lejuara. Ka disa ambiente ku muzika është e pashmangshme. Mundohuni ti më njanoni vendet e tilla, e nëse nuk e bëni dot, atëherë mos i llogaritni brenda zotimit tuaj. Pashmangshmëria lejon të palejuarën. Ushtrimi 5. Ruajtja e stomakut. Kjo mbase është më e rëndësishmja, e disa mund të dëshirojnë të fillojnë nga ky ushtrim, veçanërisht nëse han ushqim që është i ndaluar qartë apo kanë të ardhura të palishme. Është një obligim sipas librit, sunetit dhe konsensusit të dietarëve që të kemi mendjen se çfarë futet në stomaqet tona. Allahu thotë: "O ju njerëz, hani nga ajo që është në tokë, e që është e lejuar dhe e mirë." Përsëri, Allahu thotë: "O ju që besuat, hani nga të mirat që ne u kemi dhënë." Dhe përsëri, ai thotë: "O ju të dërguar, hani atë që është e lejuar dhe e mirë, dhe bëni vepra të mira." Komentuesit thonë se ka një lidhje direkte mes bërjes së punëve të mira dhe ngrënies së ushqimit të pastër. Pastër këtu do të thotë se përbërja është e pastër, por mënyra nga janë përfituar është e tillë. Ibn Abasi ka thënë: "Allahu i ka urdhëruar besimtarët të bëjnë të njëjtën gjë që u ka urdhëruar dhe pejgamberëve. Ai u ka urdhëruar atyre të bëjnë vepra të mira, pasi u ka urdhëruar të ushqehen me ushqime të pastra, si për kujtim se nuk mund të nxjerrësh përfitime prej veprave derisa të kesh rregulluar jetesën dhe ushqimin." Sidi Ahmed Zaruk ka thënë: "Hani çfarë të dëshironi, por dijeni se dhe veprat do t'i bëni po njësoj." Në një hadith thuhet: "Mishi, i cili është ushqyer me të ndaluarat, e meriton më shumë zjarrin." Ushtrimi duhet fokusuar në largimin e haramit prej burimeve të ushqyerjes. Për sa i përket mishit të popullit të librit, ehli kitab, ai është i lejuar sipas konsensusit të dietarëve. Megjithatë, është e qartë se sot ka shumë dyshime në prodhimin e mishit. Pastrimi i tij prej ndotjeve, infektimeve, është një shqetësim serioz. Në të vërtetë dikush duhet më njanohet shumë prej burimeve të mishit të sotëm. Të ngrënit më pak është gjithashtu një pjesë e rëndësishme e këtij ushtrimi. Filloni duke më njanuar rregullisht tepricën, pasi kjo është e ndaluar. Hani dhe pini, e mos e teproni, sepse ai, Allahu, nuk i do ata që e teprojnë. Të mësosh si të kontrollosh oreksin është një ndër mënyrat më të mira për ta kontrolluar veten dhe të arrish takvan, e cila është arsyeja se Allahu thot për agjerimin: "O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim dhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm me takva." Agjërimi është një disiplinë shumë e mirë, dhe agjërimi 3 ditë në muaj gjatë ditëve me hënë të plot është një traditë profetike. Edhe agjërimi ditën e hënë dhe të enjte është traditë profetike. Përfundimisht, rregulli më i rëndësishëm këtu është ai i dhënë prej pejgamberit të Allahut: "Lëreni atë që ju sjell dyshime për atë që nuk ju sjell dyshime." Aplikojeni këtë parim edhe në ushtrimet e mëparshme. Shënim: nuk ka ndonjë kod veçantë për stomakun në ruajtjen e tij prej të ndaluarave. Lëkura duhet të ruajtur gjithashtu me anë të asaj që ajo që vishni të jetë e pastër dhe e lejueshme. Mjeti me të cilin transportoni trupin tuaj duhet po ashtu të jetë i lejueshëm dhe i pastër. Ushtrimi 6. Ruajtja e pjesëve intime. Allahu thot:
dhe ata të cilët i ruajnë pjesët e tyre personale, sa i përket jetës intime, me përjashtim ndaj grave të veta. Allahu gjithashtu thot, dhe mos ju afroni imoralitetit, zinas, sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe. Pikpamja kuranore për këtë çështje është parandaluese. Dikush nuk duhet kurrë të jetë vetëm me një person të seksit tjetër në çfarëdo situate, përveç nëse ka lidhje ligjore mes tyre, domethënë bashorte, apo kushuri i afërt. Ruajtja e pjesëve intime thjesht do thotë që tu largohesh vendeve të joshjes dhe dëmtimit. Për besimtarin kjo duhet jetë më e lehta ndër 7 ushtrimet, nëse ai apo ajo ndjekin rregullin e thjeshtë, të mos qenit kurrë vetëm me dikë që nuk ka lidhje me të. Profeti ka thënë, kushdo që e ruan për mua gjuhën edhe pjesët intime, unë mund t'i garantoj një vend në xhennet. E përsa i përket veprave të homoseksualitetit dhe lesbizmit, to janë të dënueshme prej ligjit hyjnor dhe konsiderohen si të këqija të mëdha dhe kanë nevojë për teube. Nëse muslimanët po vuajnë prej impulseve, ngacmimeve të tilla, ata duhet të përpiqen me veten dhe të mënjanojnë të qenit në situata ku mund të kompromentojnë veten. Përsa i përket stimulimit personal, masturbimi, mendimi mbizotrues është se është i ndaluar, duhet të angazhohesh për të ndaluar edhe këtë gjithashtu. Nëse dikush është i vetëm, beqar, dhe është i mbizotruar nga impulse që po indikojnë në shëndetin e tij mendor, atëherë duhet të martohet. Nëse nuk mund ta bëjnë këtë dhe kanë frikë se bëjnë immoralitet, atëherë masturbimi është më pak i dëmshëm se immoraliteti, e pozicioni i Imam Ahmedit është se kjo do të ishte si hedhja në kut, domethënë largimi i lëngjeve të dëmshme, por me kushtin që të mos fantazorsh sikur po e bën me dikë tjetër. Duhet të ruajmë gjithashtu lakuriqësinë dhe të mënjanojmë çdo paraqitje të atyre që janë të ndaluara të shihen prej të tjerëve. Kjo do të thotë se femrat muslimane duhet të bëjnë një zotim të fortë e të mbulohen siç duhet, e burrat gjithashtu duhet vishen thjeshtësisht. Rrobat e ngushta duhen mënjanuar si nga burrat, ashtu edhe nga gratë. Bëheni përsëri këtë ushtrim si të tjerët dhe jini vigjilent pasi oreksi seksual është një prej armëve më të mëdha të shejtanit. Nëse dikush ka bërë një gabim të rënd, duhet të bëjë teube të sinqerte të mos e përsërisë më. Ushtrimi 7, ruajtja e duarve. Pejgamberi i bekuar i Allahut ka thënë, muslimani i mirë është ai që muslimanët e tjerë janë të sigurt prej gjuhës dhe duarve të tij. Kjo do të thotë i ruash duart prej vjedhjes apo dëmtimit të kujdo krijimit të Allahut pa të drejtë. Sipas Kuranit, duart do të dëshmojnë kundër birit të Ademit. Ato janë një ndër dhuratat më të mëdha të Allahut e na dallojnë ne prej kafshëve, përfshi majmunët, pasi ato nuk kanë gisht të madh të zhdërvjellë. Nuk duhet kurrë ta ngrejmë dorën kundrejt ndonjë muslimani, përveç nëse është për vetëmbrojtje. As duhet ta bëjmë këtë edhe për jo muslimanët, përveç se për vetëmbrojtje apo për një luftim të lishëm, për mbrojtjen e vendlindjes apo një xhihad nën autoritetin ligjor të halifatit. Edhe në luftë, muslimanët nuk duhet kurrë të vrasin gra, fëmijë të moshuar apo jo luftëtar. Nuk duhet i përdorim duart tona për të mbjellë zullum në tokë. Ushtrimi 8, ruajtja e këmbëve. Kjo është e njëjtë si për duart, e duhet të përfshini këtu edhe ngarjen e makinës për në ndonjë vend të ndaluar. Çdo përpjekje që doni të bëni ka një rregull. Në pjesën më të madhe gjërat janë të lejuara. Allahu ka bërë vetëm pak gjëra të ndaluara. Mësojini dhe mënjanojini ato. Kur dilni për në ndonjë vend, thoni lutjen e profetit: O Allah, kërkoj mbrojtje tek ti për të mos devijuar e për të mos bërë të tjerët të devijojnë, të mos pengohem e të mos pengoj të tjerët, të mos shtyp të tjerë ose të shtypem, robërohem, të mos tregoj ignorancë apo të jem promovues i saj. Reflektoni, sepse po shkoni atje ku do të shkoni dhe kujtoni hadithin. Mënjanoni vendet që do sjellin dyshime nga të tjerët mbi ju. Përmbledhje, nëse do të ruhen këto 7 sulme prej gabimeve, në të vërtetë ju po mbroni zemrën tuaj, sikur
ajo zemra është qyteti, e këto janë kufit e saj. Po zhvillohet një luftë mes errësirës e dritës për të. E ashtu si dita kthehet në natë, e nata në ditë, lufta me armiqtë tanë është me suksese të alternuara. Mos u dëshpëroni kur gaboni e tregoni dobësi. Kjo është për të na mbajtur të thjeshtë para Zotit ton e të tjerëve. Mos e lini këtë betejë sikur nuk ka dikush që t'i vlerësojë mundimet tona. Merreni seriozisht e kujtoni se takvaja është çelësi për çdo të mirë në këtë jetë e në tjetrën. Dhe ajo është një realitet që mund të arrihet. Si përfundim, disa prej dietarëve tanë kanë thënë se i gjithë Islami rrotullohet rreth 4 haditheve. Nëse i marrim seriozisht ato dhe i zbatojmë, do të jemi njerëz me takva. E lejuara, halali është i qartë dhe e ndaluara, harami është e qartë. E mes tyre ka hapësira të ndërmjetme. Jo shumë veta e dinë se ç'janë. Pra kurdo që e mbron vetveten prej tyre, e ka ruajtur dinin, fenë e vet të pastër dhe patmeta. Megjithatë, kush bie në to, ka rënë në të ndaluarën. Kjo i përngjan Bariut, i cili e ndjer tufën e vet për të kullotur pranë faltores së një mbreti. E duke qenë se është afër, pashmangshmërisht futet në të. Është e vërtetë se çdo mbret ka një faltore. E faltoria e Allahut në tokën e tij janë gjërat që ai i ka ndaluar. Vërtet në trup ndodhet një pjesë mishi. Nëse ajo është e shëndetshme, i gjithë trupi është i shëndetshëm, e nëse ajo është e prishur, i gjithë trupi është i prishur. A nuk është ajo zemra? Largojuni botës dhe Allahu do t'ju dojë. E largojuni atyre që njerëzit kanë dhe ata do ju duan. Prej cilësive të shkëlqyera të Islamit të dikujt është se ai apo ajo i largohet gjërave të cilat nuk i përkasin. Vërtet veprat varen sipas qëllimeve, e secili do të marrë atë që kishte si qëllim. Nëse do t'i merrnim për zemër vetëm këto 4 hadithe e të barazonim jetën tonë mbi to, do të kishim sukses. Allahu na falt për fjalët pa vepra e mos na bëft dinin fen tonë. Argument kundër nesh ditën kur shlyen borxhet. Paqja e bekimi qofshin mbi pejgamberin e Allahut. Për sa kohë që ata që e kujtojnë, e kujtofshin atë, dhe ata që e harrojnë, e harrofshin atë.